Përshëndetje. Disa njerëz mund të jenë të prirur ndaj shpërthimeve të zemërimit më shpesh se të tjerët, por shumë prej nesh do të kishin nevojë për ndihmë për ta menaxhuar atë. Shumicën e kohës, edhe pse zgjedhjet që bëjmë kur jemi të zemëruar mund të jenë edhe na përndjekin më vonë, nuk është e lehtë të thyejmë këtë zakon. Zemërimi mund të jetë i fuqishëm, por ka mënyra të shëndetshme, por edhe të pashëndetshme. Për ta përballuar atë, nga lejimi që të kontrollojmë deri në menaxhimin e tij në një mënyrë që të ndihmojmë dhe të zhvillojmë një qëndrim më pozitiv. Më poshtë, unë do të rendis disa udhëzime, që nëse dëshironi mund t'i ndiqni, për të frenuar intensitetin e zemërimit që ndonjëherë mund të jetë edhe brenda jush. E para, pranoni zemërimin. Të pretendosh se nuk je i zemëruar, veçanërisht kur shfaq shenja pothuajse ekstreme fizike të zemërimit, nuk është mirë për ty. Për objektin e zemërimit tënd dhe sigurisht që nuk është mirë për tensionin tënd, për tensionin e gjakut e kam fjalën. Shumë njerëz besojnë se pranimi i zemërimit të tyre është njësoj si të sillen në mënyrë të papërshtatshme për shkak të tij. Kjo nuk është e vërtetë. Dallimi midis këtyre dy perceptimeve është i madh. Të pranosh sa më qetësisht që të jetë e mundur se ndjen tension, qoftë me veten apo me person me të cilin je në konflikt, mund të ndihmojë të pranosh ndjenjat e tua. Të ndihesh më i fuqizuar për të gjetur një zgjidhje, gjithashtu mund të zvogëloj konfliktin tënd të brendshëm. Për shembull, e pranoj që tani kam filluar të mërzitem. Dua ta zgjidh këtë problem dhe të mos bëj diçka me të cilën do pendoj më vonë. Kjo është arsyeja pse do të përpiqem të qetësohem. Këtë duhet i thoni vetes. E dyta, analizoni zemërimin. Apo përpiqeni ende të vlerësoni veprimet tuaja nga viti i kaluar? Nëse i shkruani disa nga mendimet tuaja, qoftë në mënyrë tradicionale duke marrë lapse letër apo duke përdorur mënyrat më të sofistikuara, më digjitale me celular, laptop apo kompjuter, ka aplikacione moderne dhe do të kuptoni më mirë se si ato lidhe me ndjenjat tuaja të mëparshme. Gjatë këtij procesi mund të identifikoni pse jeni të mërzitur dhe hapat që mund të ndërmerrni për të adresuar situatën. Ndoshta më e rëndësishmja, të quash ndjenjat me emrin e tyre i bën ato më të prekshme dhe për këtë arsye më të menaxhueshme, gjë që në fund të fundit mund të të ndihmojë ti menaxhosh ato në mënyrë më të mirë brenda sistemit tënd. E treta, kanalizoni intensitetin e zemërimit në një formë ushtrimi. Ashtu si të gjitha shenjat fizike e zemërimi mund të duket shumë i ngjashëm me format e tjera të zgjimit, siç është ankthi apo dhe ngacmimi. Përpjekja për të qetësuar këto impulse natyrore ose për të shtyrë ato për një kohë tjetër mund të ndihmojë të kontrolloni zemërimin tuaj. Filloni të ngadalsoni frymarrjen tuaj përmes disa frymarrjeve të gjata dhe të thella, pra frymarrje diafragmatike. Relaksoni muskujt duke shtrënguar dhe liruar duart për pak sekonda dhe të bëni lëvizje të ngadalta të qafës. Nëse mund të përdorësh këtë ngacmim për mirë dhe të mos shpërthesh ndaj dikujt, do të ndihesh shumë më mirë. Për këtë kanalizoni zemërimin tuaj në një aktivitet që mund të çlirojë tension, siç është vrapimi, kickboxi, vallëzimi, ose çdo formë tjetër ushtrimi. Një britme fort mund të jetë gjithashtu e dobishme nëse keni avantazhin për të qenë vetëm në një hapësirë, buzdetit, në pyll, nuk e di, por mund ta bëni edhe brenda në shtëpi. Po. Hapni dollapin e rrobave dhe bërtisni, shani dhe bëni ç'të doni aty brenda. Sigurisht nuk e mbajtur kokën brenda. Në vend që të lejosh frustrimin të të mposhtë, përpiqu ta zbutësh atë. Dhe nëse del në formë një shpërthimi lotësh apo edhe të qeshur e shpërthyese, thjesht shpreh atë. 4. Zbuloni se çfarë fshihet pas zemërimit tuaj. Nëse ende ndjeni duke u vluar nga zemërimi, nga një bashkëveprim me kolegun tuaj apo kolegen tuaj, ose nga toni tallës në një radhë, në autobus, nuk e di, ndoshta është koha të bëni një listë
të gjërave të cilat jeni mirënjohës. Mendimet mirënjohjes janë thjesht përqendrimi të gjërat e bukura që keni në jetën tuaj, që do t'ju bëjnë të mendoni se nuk do të mbyteni në një lugë ujë. Gjithashtu, mund të zgjidhni të mendoni për personin që mendoni se ju ka bërë pa drejtësi dhe ta imagjinoni sfidat unike me të cilat mund të përballet. Mundohu të mendosh me empati për këtë person dhe në këtë mënyrë mund të qetësosh zemërimin tënd. Provojeni. Nuk është e vështirë. E pesta, ndani ndjenjen e zemërimit, por në mënyrë selektive. Ndarja e ndjenjave tuaja me një mik apo mikesh, ose një të dashur që i besoni ndonjë të fshetën tuaj, mund të jetë shumë katarstike, të them, shumë pastruese. Por duhet ta dini se jo të gjithë janë të gatshëm të dëgjojnë emocionet negative në një mënyrë të shëndetshme dhe mbështetëse. Disa njerëz nuk mund të jenë dëgjues të mirë dhe pa dashje mund të përpiqen të shtypin ndjenjat e tyre dhe vlerat tuaja. Të tjerë mund të përpiqen t'i hedhin benzinë zjarrit dhe t'ju entuziazmojnë, siç bëjnë publiku në një duel. Pra të hedhin benzinë, duke ju ngritur mendjen se ju duhet veni të zjeni dhe të përballojnë, ndoshta edhe ta qelloni tjetrin për atë që u bëri, që u uli, që u ofendoi. Zgjidhni me kujdes njerëzit me të cilët doni të ndani ndjenjat tuaja. 6. Veproni metodikisht për të promovuar qetësinë mendore dhe shëndetin tuaj. Nëse dikush po ngiste keq në autostradë makinën dhe të bezdiste, mund ta kalosh dhe të ecësh përpara. Por nëse je pjesë e një marrëdhënie të pashëndetshme ose viktim e një abuzimi serial, duhet të bësh çmos për të hartuar një plan për të përmirësuar situatën. Një plan veprimi specifik, me qëllime metodike dhe me hapa për të arritur atje ku mund të jap një ndjenjë shumë më të rëndësishme për të kontrolluar dhe të zvogëluar stresin dhe kështu do të ruani qetësinë tuaj. E 7. Jeni vigjilent. Ndonjëherë disa probleme mund të duken sikur janë zgjidhur, por zemërimi mbetet si mbetje, në format e nervozizmit, pagjumësisë apo dhe depresionit. Rritja e vetëdijes suaj përmes ndërgjegjësimit për mendimet dhe ndjenjat tuaja, si dhe motivet që mund t'i shkaktojnë ato, mund të shërbejnë si një sistem paralajmërimi i hershëm për të shmangur konfliktet e ardhshme. Gjithashtu, mund të ndihmojë të paracaktoni nëse zemërimi juaj është për shkak të diçkaje më të thellë, diçka që do të ishte e dobishme për ta diskutuar në mënyrë terapeutike me një psikolog. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse u pëlqeu, mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të reja që unë e her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.